Një përplasje fizike mes disa qytetarëve dhe agjentëve të Byros Kombëtare të Hetimit dhe forcave operacionale ka çuar në arrestimin e 3 personave në Fier. Në pranga kanë përfunduar Ledian dhe Claudio Kaplanaj, nipër të ish kryebashkiakut të Mallakastrës Agron Kapllakaj, si dhe Gerald Kolçaku. Ngjarja ndodhi në aksin Fier Patos rreth orës 19:20 gjatë një veprimi hetimor të deleguar nga SPAK. Sipas njoftimit zyrtar të BKH-s, hetuesit dhe forcat e policisë po kryenin detyrat e tyre kur u sulmuan pas një motiv nga personat tashmë të ndaluar. Burime pranë grupit hetimor sqarojnë se gjithçka nisi pas një shkëmbimi fjalësh fyese që më pas përshkallëzoi në konfrontim fizik. Nga ana tjetër, të arrestuarit kanë pretenduar se agjentët nuk u identifikuan dhe nuk mbanin logo dalluese, duke krijuar përshtypjen se ishin persona të panjohur me qëllime të dyshimta. Ndërkohë, hetuesit e SPAK dhe BKH-s po analizojnë pamjet filmike të kamerave të sigurisë për të sqaruar se si rrodhi incidenti dhe nëse janë respektuar procedurat standarde gjatë operacionit. Prokuroria pritet të marrë dëshmitë të dy palëve për të përcaktuar përgjegjësitë penale dhe për të ndërtuar një akt akuz të plot ndaj të arrestuarve.